時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンShumë kohë më parë, magjistari I madh Eno Ozuno solli në jetë një angjëll mbrojtës shumë të fortë. Ai quhej Zenki. Ozuno e përdori Zenkin e plot fuqishëm për të mbrojtur botën nga krijesat e këqija. Tani, ndërsa kërcënimi nisi të rritej akoma më tepër, I paprekshmi Zenki u ringjall përsëri. Sikur mos ishte kjo kotra. Keni kujdes! Mbyll e gojen! Po pse nuk shikon kur ecën ti? Sa I madh Çiçenka. Ç'kemi vegan? A ikim! Në qoftë se je në klasë të 6, e ke fajin vetë që je një çullash. Këta fëmijët sa keq që flasin, mirë? A ndjesh mirë? Hey, përshëndetje! Mos u kthe kurizin të tjerëve kur të flasin. Ç'kemi zemër, u ktheve? Unë do dal pak jashtë, por nuk do vonohem. Ti rri në shtëpi dhe ha diçka. Mirë? Sot te provimi që kishim. Të kam lënë diçka për të ngrënë në vendin e zakonshëm. Më vjen shumë keq zemër. Duhet të dal patjetër sepse kam një punë të rëndësishme. Do të kthehem shumë shpejt, prandaj unë bëj detyrat dhe sillu mirë. Alo? Kam diçka shumë interesante për të thënë. Do që ta dëgjosh? Çfarë po thoje, ë? Bëhet fjalë për disa krijesa të çuditshme që jetojnë në tokë. Kush jeni ju? Unë jam një krijesë që ka ardhur nga hapësira. Dëgjoj këtu djalosh, mos më shqetëso më mua, dakord? Familja Kimura. Jam unë. Kush? Gjonxhi? Çfarë dini ju për planetin e tokës? Unë nuk e di se fëmia I kujt je ti, por mbyllë telefonin dhe mos I bjerë më numrin tim, në rregull?
Unë kam një plan shumë të mirë. Çfarë rëmuje? U largova për pak kohë dhe kur vi gjej gjithë këtë rëmuj. Hiroshi, ku je futur? Pse është fikur drita? Çfarë rëmuje? Alo, po? Edhe shfajnë zenkit, edhe nuk duhet të mërzitesh edhe për gjërat më të vogla. Por nuk mund ta duroj dot më. Përshëndetje, ka njeri këtu? Që ka një kliente. Çfarë kërkon këtu ti më plakushe? Çfarë kërkon? Më vjen shumë keq. Si mund t'ju ndihmoj zonjë? Urdhëroni. Unë në fakt shiko. Ai kuptova. Do me thënë Hiroshi është zhdukur dhe ju nuk keni dëgjuar asnjë lajm për të. Po, dhe ai nuk e kishte prekur me dorë dhe tortën e tij të preferuar. Ai është tip i heshtur, por është djalë shumë i mirë. Kam shumë frikë për të. E keni lajmëruar policinë? Po, e kam lajmëruar. Kam bërë dhe një denoncim, por nuk kam marrë asnjë lajm prej tyre. Unë nuk mund ta duroj dot më, jam shumë e friksuar. Thash me vete, do ta lë në dorë të Zotit. Na i lër neve, do të kujdesemi për këtë, ki besim tek ne, mos u shqetësoni. Stërgjyshi ynë Neno Ozuno është një nga magjistarët më të mirë. Pra ju mendoni se Zoti Ozuno do më ndihmoj? Ju lutem më ndihmoni të gjej Hiroshin. Sigurisht. A mund ta di pse po bën kaq shumë rëmuj? Zonja gjyqe jonë. Qetëso. Po mundohem, po. Çfarë? I ka ndodhur ndonjë gjë e keqe atij priftit dembele dhe të padobishëm? Po, prifti ju kaj... Pra, vazhdo. Ai është zhdukur. Çfarë the? Çfarë do të thuash?
Ai dëgjoi që ishin disa të huaj që zhdukeshin papritur. Pastaj kur ra telefoni, ai e ngriti receptorin. Po pastaj ç'ndodhi? Mu para syve. Uf! Po më thua që ai u zhduk? Po! Telefoni the? Ti the që telefoni është e hapur në kohën kur po kërkoni Tiroshin? Po, ashtu është. Unë mendoj se telefoni është i dyshimt. Zbesoj që këto të jenë zhdukje të rastësishme. Mjaft me kaq. Hiroshi, bëj që të zhduket i gjithë qyteti. Tani është radha jote që të kthehesh tek ata. Çaki, përgjigju ti. Çfarë? Në asnjë mënyrë, mos e bëj mos. Atëherë unë. Zonja Gjyshe! Jo, more i met, ne nuk kemi shërbimi shpërndarje së picave. Duhet i kenë rënë numrit gabim. Po më dilte zemra vendit. Do shta është kësa here. Mjaft tani. Alo? Mos jeni gjë Hiroshi? Ku jeni tani? Andjesh mirë. Mamaja jote është këtu dhe ajo është shumë e shqetësuar për ty. Hiroshi, jo mami. E shikon, mund ta dëgjosh? Mos u shqetëso, do jetë mirë. Ma je po. Hey, çfarë më bën kështu? Të qo këtu ti. Folë mua po deshe dakord për vesh. Kaq po të them. Ti na ndej nga je futur. Ma e mua telefoni Zenki. As që bëhet fjalë. Ndjej një herë të së keqes që kthej nga telefoni. Ndjen një herë të keqe? Je i sigurt? Po. Ata u zhdukën. Zenki, ku jemi këtu? Jam shumë i sigurt se po më drejton ajo fara e ligësis. Fara e ligësis? E pa mundur. Tani do e marrim vesh atë. Këta të dy. Me sa duket pas kemi marrë dy element të padëshiruar këtu. Shko shërbëtor, bindi urdhrit tim. Hiqi me një herë qafe ata, Hiroshi. Çfarë është? Ej, kush dreqin je ti aty? Hey, ti ai djali që pash dje. Atëherë ti me siguri duhet i jesh Hiroshi. Ke të drejt. Më bëhet shumë qejfi që e mirë. Më thuaj, po të tjerët janë mirë? Më lini të qetë. Unë doja të kisha disa shok, po asnjë njeri nuk më ka qef. Unë nuk kam bërë asnjë të keqe, më lini rehat tani. Çfarë po thua kështu Hiroshi? Largohuni! Ej, Çaki, mos ju afro ati. Ai nuk është më fëmijë normal. Çfarë? Po, ai tashmë është pushtuar nga fara e ligësisë. Hiroshi? Hey, janë i këtej.
përbindësh. Çfarë? Më në fund e tregove veten se kush je, ha? Shkof të ferr! Chucky, nuk kam kohë fare. Nxitove më transformo tani po të them. Mirë, në rregull. Dhe unë tani zgjoj. Ndalo! Është duke u larguar, Zenki! Dil me njëherë prej këtej! Eja pra Chucky, më trego se si funksionon kjo gjëja! Nuk është e lidhur. Duhet të fusësh para. S'kam para, s'kam. Nuk e kam kuletën me vete, çfarë do bëjmë tani? Çfarë? Po çfarë të duhet kuleta për këtë gjë? Chucky, përdor këtë! Faleminderit. Nxito pra jepi! Në rregull, është i lidhur. Shkojmë edhe ne prapa atyre. Sonja Gjyshe, çfarë do të bëjmë sikur ti humbasim ata? Mos u shqetëso. Byzylyku që ka Chucky në dorë do na udhëheq edhe ne. Nuk mund t'i humbasim. Hey, Sonja Gjyshe! Po tani çfarë do? Mos haro të më kthesh monedhën që më mora më parë. Duhet të më transformosh me njëherë tani, Chucky! Bëu gati! Dhe unë tani zgjoj Angjëlli Mbrojtës. Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të mbi natyrshme, ringjallu Zenki! Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të mbi natyrshme, ringjallu Zenki! Mbrojtësi Zenki është ringjallur përsëri. Nuk do të lë që të largohesh më. Ti bishe frikshme. Vërtet mendove se mund të largohesh nga unë? Jo përsëri, duhet të tërhiqemi për pak. Jo kaq shpejt. Të gjitha linja telefonike në këtë vend janë shkëputur. Ashtu është. Prandaj mos u mundo të largohesh nëpërmjet linjave telefonike. Ti, ke për të më paguar këtë. Merë këtë! Forca! Shiko, është i Roshi. Kam bërë ndonjë gabim, Mos u shqetëso, pisha egër tashmë u vra. por unë... Nuk ka problem, jam e sigurt se të gjithë do të falin, mos u shqetëso. Unë kam vendosur se do bëj më të mirën që të jem shoku i të gjithëve. Aha, unë do të ndihmoj. Faleminderit, faleminderit. Në shishme. O jo! Më ktheu përsëri kështu. Vendi çuditshëm. Çfarë ka ndodhur? Na shpjegoj. A na Pritju Kai! Oh, që nga ti, Kyri Bajashi. Çfarë bën ti këtu në këtë vend të çuditshëm? Po unë ç'bëj këtu?
Jo, Çaki. Hiroshi. E kuptoj, Hiroshi ishte... Më vjen keq, zonjë. Unë nuk munda të bëj dot asgjë për ju. Alo? Hiroshi? Hiroshi ti apo jo? Jam shumë e lumtur që po të dëgjoj zërin. A mund të flas pak me të? Ku ndodhesh tani? Më ka marrë malli shumë, më bëhet qefi që je mirë. Të dua shumë. Mami, kam zënë shumë shok. Nëse përdor telefonin, mund të flas me njerëz nga e gjithë bota.